Krishtin. Sot, patëm përsëri bekimin të mblidhemi e të kemi këtu, e të kreditojmë së bashku liturgjinë hinore, duke pasur mes nesh një pjesë të lipsanit të hirshëm, pjesë e krahut të majtë të Shën Nikolës, episkopit të Mirës së Dikisë. Ky lipsan vjen nga episkopata e Kishës Romano-Katolike të Rimini e Italisë, dhe u ruajt në thellësi e shenjtë. Falenderoj autoritetet krishtare dhe përfaqësues të tyre që kemi sot këtu, që bën të mundur të na sjellin sipas komunikimit dhe një bashkëpunimi prej disa kohësh për ta sjellur. Nga zëllim dhe nderim i thellë na përshkon të gjithëve, teksa e kemi mes nesh për herë të parë në qytetin dhe katedralën. Ky rast në risjellë të ndërmend dhe zanafillën dhe zhvillimin e traditës së nderimit të lipsaneve që përgjatë të 2000 vjetëve, madje edhe në kohë persekutime të ashpra, të krishterët të mblidheshin në vende të ndryshme, në vende martirizimit, në vareza dhe në katakombe, premtonin atje liturgjinë hyjnore dhe u faleshin në lipsaneve, eshtra të martirëve që preheshin atje, ligjakun e të cilëve u ngrit kishën. Në kishën tonë ortodokse, nderimi të drejtave nuk venitet me vdekjen e tyre. Kiri i Shpirtit të Shenjtë, mbartës dhe rrezatues të të cilit u bë gjatë jetës së tyre toksore, mbetet në shpirtrat, në eshtrat, në varet apo dhe ikonat apo dhe veshjet e tyre. Shën Grigor Theologu në një nga fjalët e tij katekizuese, duke i referuar shenjtorëve shkruar: shenjtorëve i ka hije nderimet dhe kërtimet panagjike. Në anë të tyre ikin demonët dhe sëmundjet shërohen. Lipsanet e tyre kanë të njëjtën fuqi si shpirtrat e tyre të shenjtë. Prandaj, për ne të krishterët, nderimi i lipsaneve të shenjtorëve është nderimi i vetë shenjtorëve, e kësaj nderimi i Perëndisë që i shënderoi ata. Shën Nikola, ky shenjtor çuditëbërës i shekullit të 3 dhe të 4, ndër më të njohurit dhe të dashur përkujtohet ndër shekullit për besimin e tij të flakët, të cilin nuk hezitoi ta pohonte fuqimisht edhe në kohëra mjaft të vështira. Qëndresa e tij e fortë gjatë sinodit të parë ekumenik në vitin 325 ishte thelbësore në ruajtjen e besimit të kulluar, duke qenë në model bariu ndër kurepërftërinj, ndihmës dhe ngushëllues i të varfërve, të braktisur, të padrejtësuarve dhe të gjithëve sa kërkonin mbrojtjen e tij atërore. Shën Nikola u shfaq si një shtyllë e gjallë për kishën dhe si kujdestar i mirë i hirit Perëndisë. Fal dashurisë së pakufishme për njeriu që ai kishte, fal butësisë dhe besimit të tij të thellë dhe plot të zjarrit, Zoti e shpërbleu me shumë hire dhe mrekulli, dhe kandili i tij ndriçoi në të gjithë kohën. Të panurta janë rrëfenjat e mrekullive të tij, shërimeve nga sëmundje, përmbytje, frym të liga e ndërmjetimeve për të gjithë sa i luten me besim. E përkujtojmë atë më 60 tonë. Në metropolinë e shenjtë Beratit, si edhe në mbar vendin, Shën Nikola nderohet mjaft me shumë kisha të ndërtuara në përkujtim të tij, dhe mjaft krishterë që mbajnë emrin e tij. Prania e lipsanit të tij të shenjtë sot këtu, që na mbledh të gjithëve së bashku, shkon për te komunitetit lokal dhe shtrihet në mbar vendin e mëngjesit.
shërben gjithashtu si kur e lidhjeve vllazërore ndërmjet kishave tona të hishme, të lindjes dhe të perëndimit. Ky universalitet përbën e vetvete një mrekulli të vetëshinjtore. Lutemi që Shën Nikolla të ndërmjetoj për ne të gjithë, për familjet dhe komunitetet tonë, të na ndriçojë e të na nxjisë në ripërtëritje të vazhdueshme të besimit të gjithëve ne, që jemi mbledhur të nderojmë liftësarin e Tij, e të na rikujtojë thirrjen e të gjithëve ne për të ecur drejt shenjtërimit, për të bërë të ngjashëm me Perëndin, kështu për të bashkuar me korin e shenjtorëve në përjetësi. Amin. Na qoftë.